Rasti I gjyqtarit Astrid Kalaja, shkelja më e rëndë e sigurisë nëpër ambientet ku ligji detyron dhënien e drejtësisë, por jo I vetmi. 14 vite më parë, një sherr masiv në ambientet e gjykatës së Lezhës përfundoi me një të vrarë. Më 14 tetor të 2011-s, Endre Bejta humbi jetën në oborrin e gjykatës së Lezhës. Ky I fundit kishte pak muaj që ishte bërë baba me partnerin e tij, Ylka Demollari. Në lidhje me ngjarjen u morën në hetim veç autorët e dyshuar të vrasjes së Bejtjas, edhe efektivët e policisë të ngarkuar në atë kohë me garantimin e rendit dhe sigurisë në ambientet e gjykatës së Lezhës. Procesi penal ndaj tyre faktoi se Endri Bejta u vra në ambientet e gjykatës duke ngarkuar me përgjegjësi ligjore, jo vetëm efektivët e caktuar me detyrën e garantimit të sigurisë, por edhe vetë gjykatën e Lezhës dhe policinë e shtetit si institucione. Në bazë të këtyre gjetjeve, Ylka Demollari depozitoi vjeshtën e vitit 2013, një kërkesë për dëmshpërblim, pasi vdekja e partnerit dhe babait të fëmijës së saj, përveç tronditjes emocionale dhe psikike, I dëmtoi edhe cilësinë e jetesës. Pasi kërkesa u shpërfill, e dëmtuara vendos të ngrej padit civile në gjykatë duke kërkuar dëmshpërblim nga gjykata e Lezhës dhe policia e shtetit, si dy institucionet përgjegjëse për dëmin e shkaktuar. Në thelb çështja duket e thjeshtë dhe e qartë, por për ta ndërlikuar atë, ka menduar gjykata. Në vitin 2017, gjykata administrative e shkallës së parë në Tiranë vendos pezullimin e çështjes. Arsyetimi I dhënë prej saj lidhje me faktin se procesi penal me të pandehur autorët e dyshuar të vrasjes së Endri Bejtas dhe efektivët e policisë që dështuan të garantojnë sigurinë e gjykatë, nuk ishte përfunduar dhe nuk ishte një vendim të formës së prerë. Por megjithëse procesi penal nuk ishte përfunduar, fakti që është I pakundërshtuar në këtë proces është se Endri Bejta u vra në ambientet e gjykatës së Lezhës. Kjo do të thosë se cilido vendim I formës së prerë që do dalë në procesin penal nuk e shbën të drejtën për dëmshpërblim të viktimës. Në fillim të vitit 2022, avokatët e Demollarit janë drejtuar gjykatës administrative me kërkesën për rifillimin e gjykimit, duke cituar se zvarritja e procesit ka shkelur rënd të drejtën e paditëses për një proces gjyqësor brenda afateve të arsyeshme kohore.